Enti shtetëror i revizionit tani më disa vite po e pret ligjin e ri që e kërkon Bashkimi Evropian. Zëvendës kryerevizori i shtetit Orhan Ademi në intervistën për Alsat theksoi domosdoshmërinë e miratimit të këtij ligji me qëllim të pavarësisë financiare dhe operative të institucionit, që kontrollon institucionet e tjera se si i përdorin burimet shtetërore. Ndonse procesi ka filluar në vitin 2020, propozim ligji ka ngecur në ener që në vitin 2023, kur me financat udhëhiqte Fatmir Besimi. Propozim ligji është dërguar në Ministrinë e Financave. Kemi në shpreh to që deri në maj të këtij vitit i njëjti do të dërgohet në Ministrinë e Financave, pastaj në Kuvendin me çka duhet të miratohet të aprovohet ky ligj i ri i revizionit shtetëror në përputhje me standardet ndërkombëtare të auditimit. Alsat kërkoi qendrim nga Ministria e Financave, megjithatë deri në publikimin e kronikës nuk dhan përgjigje. Nga ana tjetër, ndonse revizorët shpesh konstatojnë shkelje ligjore në raportet e tyre, efektiviteti i institucioneve ligjzbatuese është i ulët. Nga viti 2018 deri në vitin 2025 janë dorëzuar gjithsej 144 raporte të revizionit në prokurorinë publike, prej të cilave për 104 raporte të revizionit kemi informacione kthyese, për 63 raporte të revizionit janë në procedurë parahetimore, kurse për 5 raporte të revizionit është ngritur akt akuz, siç kemi rastin e onkologjisë, spitalit shtetëror në Prilep, si dhe blerja e mazutit nga elektranet e Maqenisë së Veriut, kurse akt gjykimit që janë sjell në lidhje me raportet e revizionit janë dikun 2. Ademi theksoi nevojën që raportet e revizionit të jenë pjesë e debatit në Kuvend, ndërsa përtej kësaj duhet të jetë edhe kategori kushtetuese.